Zbulimi i madh. Këto 5 shenja do të marrë lajmin më të mirë sot. Kjo është dita. Bëhuni gati. 5 shenja po marrin lajmin më të mirë të jetës së tyre sot. Ky zbulim i madh po ndryshon gjithçka. A jeni ju në listën e fatlumëve? Zbuloni menjëherë cili është ky lajm. Mirë se erdhët në kulmin e javës. Energjia e së mërkurës po sjell një valë të papritur dhe të fortë bekimi për 5 shenja specifike. Kjo është dita e zbulimit të madh. Ky zbulim mund të jetë një përgjigje që keni pritur prej kohësh, një fitim i papritur, apo një lajm personal që do t'ju mbush me gëzim dhe optimizëm. Mos i injoroni telefonatat, emailet apo mesazhet e sotme. Lajmi po vjen përmes komunikimit. Përgatituni të ndiheni të bekuar dhe të shpërblyer, sepse e keni merituar. Ne do t'ju tregojmë se cila është zona e jetës suaj ku do të ndodhë ky zbulim dhe si ta kapni këtë valë fati. Le të zbulojmë menjëherë cilat janë këto 5 shenja dhe cili është lajmi më i mirë që po i pret. Britsjapi. Për ju, lajmi më i mirë vjen drejt për drejt nga fusha e reputacionit profesional dhe e karrierës. Keni punuar pa u lodhur për një qëllim të madh dhe më në fund, një figurë autoritare ose një epror do të bëjë një zbulim të vërtet për vlerën tuaj. Lajmi do të jetë i lidhur me një ngritje në detyrë, një rritje page që do t'ju trondit, apo një shans për të udhëhequr një projekt madhor që keni ëndërruar. Ky zbulim i madh nuk është rastësi, por kulmi i përkushtimit dhe integritetit tuaj. Yjet ju kërkojnë të pranoni këtë sukses me modesti, por pa u tërhequr. Mos kini frikë të tregoni suksesin tuaj. Rreziku i vetëm është të humbisni kohë duke dyshuar në veten. Ky moment është dëshmi që mund të arrini çdo gjë që keni vendosur në mendje. Përdoreni këtë lajm si një bazë të fortë për të ndërtuar të ardhmen. Kjo ditë premton të jetë dita juaj më e mirë e javës, prandaj bëni gati një plan për të festuar. Shigjetari. Lajmi më i mirë për ju vjen nga financat, por përmes një kanali të papritur, ndoshta një investim i vjetër ose një borxh i kthyer. Keni qenë optimist, por të shqetësuar për një çështje financiare që ju ka bezdisur prej kohësh. Lajmi i mirë do ta zgjidhë këtë problem menjëherë, duke ju sjellë një ndjenjë të re të lirisë. Ky zbulim mund të jetë i lidhur me një kthim taksash, një fitim të papritur nga një aksion, apo një mundësi udhëtimi me të gjitha shpenzimet e paguara. Yjet ju kërkojnë të ndiqni pasionin tuaj dhe të përdorni këto para për të bërë diçka që ju bën të lumtur. Kjo është dita e vërtetë e fatit tuaj. Rreziku i vetëm është të humbisni kohë duke menduar se si do ta shpenzoni. Veproni me mençuri. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji për të planifikuar udhëtimin tuaj të ardhshëm. Mos harroni të ndihmoni ata që kanë nevojë, sepse dhënia do t'ju kthehet me shumë fat. Dashi. Për ju, lajmi më i mirë vjen nga sfera personale, duke shkaktuar një ndjenjë të re të vetbesimit dhe forcës. Keni qenë duke punuar në vetvete dhe më në fund do të merrni konfirmimin se jeni në rrugën e duhur. Ky zbulim mund të jetë i lidhur me një propozim dashurie, një njohje të madhe nga dikush që admironi, ose një fitore të madhe personale që keni pritur. Lajmi do t'ju bëjë të ndjeni se jeni të pathyeshëm. Yjet ju kërkojnë të ndiqni zemrën tuaj dhe të mos kini frikë të shfaqni emocionet tuaja. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Mos kini frikë të tregoni suksesin tuaj. Kjo ditë ju jep një ndjenjë të re të besimit dhe do t'ju ndihmojë të planifikoni hapat tuaj të ardhshëm. Kjo ditë premton të jetë dita juaj më e mirë e javës. Shfrytëzoni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Binjakët. Lajmi më i mirë për ju vjen nga komunikimi, ndoshta një mesazh, një telefonat ose një kontratë e firmosur. Keni qenë duke negociuar një çështje të rëndësishme dhe më në fund do të merrni përgjigjen pozitive që keni pritur. Ky zbulim mund të jetë i lidhur me një projekt të ri, një partneritet fitimprurës ose një shans për të udhëtuar për punë. Lajmi do t'ju mbush me entuziazëm dhe do t'ju ndihmojë të planifikoni hapat tuaj të ardhshëm. Yjet ju kërkojnë të shfaqni aftësinë tuaj për të bindur dhe për të krijuar një ambient pozitiv rreth jush. Mos u shpërqendroni nga shumë ide.
Zgjidhni vetëm atë më të fortën dhe ndiqeni me vendosmëri. Kjo ditë ju jep besimin se të gjitha sfidat tuaja do të shpërblehen. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Kjo ditë premton të jetë dita juaj më e mirë e javës. Peshorja. Për ju, lajmi më i mirë vjen nga marrëdhëniet, ndoshta një pajtim i madh, një propozim ose një partneritet i suksesshëm biznesi. Keni punuar për të balancuar një marrëdhënie që ka qenë e tensionuar dhe më në fund, do të merrni konfirmimin se jeni në rrugën e duhur. Ky zbulim mund të jetë i lidhur me një propozim dashurie, një njohje të madhe nga dikush që admironi, ose një fitore të madhe personale që keni pritur. Lajmi do t'ju mbush me gëzim dhe optimizëm. Yjet ju kërkojnë të ndiqni zemrën tuaj dhe të mos keni frikë të shfaqni emocionet tuaja. Ky moment është një dëshmi që durimi dhe integriteti juaj do të shpërblehen. Mos keni frikë të tregoni suksesin tuaj. Kjo ditë ju jep një ndjenjë të re të besimit. Përdoreni këtë energji të fortë për të ndërtuar një ambient pozitiv rreth jush. Kjo ditë premton të jetë dita juaj më e mirë e javës. Përgëzime. E mërkura po ju bekon me lajme që do t'ju bëjnë të ndiheni të plotë. Mos e mbani këtë gëzim për vete. Yjet ju shpërblejnë për durimin dhe punën e palodhur. Cili ishte lajmi më i mirë për ty? Lini një koment më poshtë dhe na tregoni shkurtimisht se cili zbulim ju lumturoi më shumë sot. Shpërndajeni këtë val fati. Ju lutemi, ndajeni këtë video me miqtë tuaj që kanë nevojë për një lajm të mirë sot. Kur e ndan fatin, ai shumë fishohet. Nëse dëshironi të merrni mesazhe të tilla triumfuese dhe të ndryshoni fatin tuaj, abonohuni te Zëri i Universit dhe aktivizoni zilen.